Me zemrat plot gëzim e falënderim ndaj Allahut pasi balli në se çdo ndjeu më shumë afërsi me Krijuesin, besimtarët pas rritit të faljes shpërndan urime të më të sinqerta, teksa bën thirrje për paqe e harmoni mes njerëzve. Sot festa e Fitër Bajramit, keni një urim përgjithshëm. Shqiptarët inshallah të jenë mirë, inshallah të shtojnë besimin, të shtojnë imanin, të shtojnë harmoninë mes tyre. Edhe kështu do të vazhdojmë inshallah. Keni agjëruar për gjatë Ramazanit? Si është ndjerë shpirti juaj gjatë këtij viti? Shumë mirë, më i lehtë. Keni një thirrje për të rinjt shqiptar? Edhe të rinjt, le ta afrohen tek feja. Feja është këshill, feja nuk është dhunë. Feja i mëson ata të jenë njerëz. Bilës të jenë edhe bashkë dhe ta, do të thonë të jenë edhe shqiptar i mëson feja. Faleminderit, gëzuar. Keni një urim për gjithë shqiptarët? Mësuar festën e Fitër Bajramit, qofshin dundur gjatë gjithë vitit, inshallah gjithë njerëzit, kenë harmoni me një tjetrin, shkojnë të punojnë mirë me njëri tjetrin. Të ketë drejtësi. Keni agjëruar gjatë Ramazanit? Po, alhamdulillah. Si është ndjerë shpirti juaj për gjatë këtyre 30 ditëve? Alhamdulillah për Allahut, na pron Zoti marrë mirë, qetë, klumdur, gëzueshëm. Begatina ka dhënë Zoti plot, alhamdulillah. Keni një urim për gjithë shqiptarët në këtë ditë? Përshëndetje, uroj gjithë shqiptarët të bukurar Bajramin dhe lumturi dhe fat të marsi dhe gjithë familjet kudo që janë. Keni agjëruar në këtë muaj të begatë Ramazanit? Si është ndjerë shpirti juaj? Çfarë lidhje keni patur me Krijuesin? Dhe shumë, do të thënë, kam agjëruar një muaj dhe shumë lehtë është trupi, shumë. Thënë çdo njeri ka, domethënë, po them detyrim në kuptimin që është Sa vite kanë që agjëroni? Shumë vite kam. Për të rinjtë dhe të rejat, keni një mesazh në këtë ditë bekuar? Të më thonë, të drejtohen Allahut madh me një rrugë të hajrit, rrugë të plot dritë, plot shpejt, plot lumturi. Nëse njeriu agjëron dhe falet, shkon jeta vetëm time kam kaluar shumë jetë, kam qenë që falem edhe kaloj jetë shumë Faleminderit, gëzuar. Zor Bajramin. Keni agjëruar? Po. Si është ndjerë shpirti juaj për gjatë këtyre 30 ditëve agjërim? Nuk kam vështirësi se jam mësuar tash. Po, edhe na animon Allahu na jep fuqi. Për të rinjtë dhe të rejat, keni një mesazh në këtë ditë të bekuar? Vetëm që të uroj gjithë të mirë për gjithë ato që kanë agjëruar. Më fal se kam jetuar në Angli dhe nuk e di shqipen shumë mirë, por vetëm mirësisë dhe përçaj për gjithë ato që kanë agjëruar sot. Faleminderit, gëzuar. Një urim për gjithë shqiptarët? Një ditë sa më e gëzuar. Keni agjëruar për gjatë këtyre 30 ditëve? Patjetër. Si është ndjerë shpirti juaj? Patjetër, çdo ditë është një, domethënë, e shikon veten tënde që është një përmirësim e sipër. Domethënë ndjen veten që të bësh diçka më shumë se sa dita më parë. Për të rinjtë dhe të rejat, keni një mesazh në këtë ditë të bekuar? Mesazhi im është kjo, ta duam vendin e tyre. Faleminderit. Ju lutem, gëzoj juve. Kemi për gjithë shqiptarët? Gëzuar festat e gjithë shqiptarët kudo janë në botë, vetëm paqe e mirësi. Keni agjëruar në këtë muaj të begatë? Po patjetër. Sa vite keni që agjëroni? 20 vjet. Si ndihet shpirti juaj në lidhje? Shumë e lumtur, shumë e gëzuar. Për të rinjtë dhe të rejat, keni një urim në këtë ditë bekuar? Po Zoti bekofti gjithë të rritë tanë. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar nga juve. Ne agjërojmë prej gati 30 vitësh që unë jam 30 vjeçe këtu, ne jemi rritur në një familje të madhe, jemi rritur në një kulturë, në një babë shembull, në një familje shumë të madhe. Jetojmë prej 15 vite që jetojmë në Itali, edhe agjërojmë, edhe do ta vazhdojmë këtë traditë edhe për fëmijët tanë, edhe për me hes me gjithë të traditë. Festojmë me familje edhe bashkëshorti jemi ka marrë 30 ditë Ramazan, festojmë gjithë si familje. Gëzuar për shumë